në këto momente me njërë të këmëndësi që të ndalim e pak të diskutojmë dhe me gjitha të analizojmë summitin BE Ballkani Perëndimor zhvilluar gjatë ditës djeshme, në një mënyrë çfarë lëvizje, çfarë përfitimesh kemi çështja e integrimit, por edhe një lajm i mirë për Kosovën që erdhi po nga Brukseli. Kam në komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetem dhe i them mirëmëngjes Daniel Pronit, hulumtues nga IDN-ja për Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Daniel, mirëmëngjes, përshëndes dhe faleminderit që jemi sërish së bashku. Mirëmëngjes edhe ju. Spari duhet ju pyes, ditën e djeshme pas ditët e deri mbrëm vonë është zhvilluar summiti i radhës për të 4-tin vit me radhë mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit Ballkanit Perëndimor, ku mori pjesë edhe Shqipëria, kryeministri Edi Rama. Nuk e di çfarë mund na thuash, këto më së shumti janë kthyer, nuk e di, në takime rutinë, apo që me të vërtet prodhojnë diçka të rëndësishme për vendet e Ballkanit Perëndimor, në këtë rast Shqipërinë dhe Kosovën që ne na intereson më shumë. Po, ditën e djeshme u zhvillua summiti për të 4-tin vit të rresht në Bruksel, përpara saj u zhvillua në Tiranë në 2022-shin, dhe pikërisht summiti shërben për të ndjekur ngjarjet që kanë qenë edhe relevante gjatë vitit për sa i përket politikës së zgjerimit të tyre. Në thelb, dita e djeshme ishte një ngjarje pa fort mbresa, për te faktit që është vijuar me punën me cilën e punuar gjatë vitit, qoftë me marrjen e zi për hapjen e kapitujve, qoftë me zbatimin e planit rritjes për Ballkanin Perëndimor deri në 2027, dhe disa diskutime mbi politika më të gjera si çështjet e emigrimit apo krimit organizuar dhe korrupsionit, që janë pak të ndjetshme tani dhe për Bashkimin Evropian vetë. Sa i përket Shqipërisë, nuk kishte një ngjarje apo një ndodhje për kishte asaj. Puna me negociatat vijon pas hapjes të gjithë grup kapitujve, kështu që tashmë ngjarjet e radhës priten në vitin 2026, vitin tjetër me shpresë, ku Bashkimi Evropian do duhet të vlerësojë nëse Shqipëria ka përmbushur kushtet e ndërmjetme që janë vendosur në kapitujt kryesor, ato të themeloreve dhe shtetit drejtës, pa të cilat nuk mund vijohet as me shqyrtimin e kapitujve të tjerë. Kështu që me hapjen e grup kapitujve, si të thuash, ne kemi përmbyllur vitin sa i përket çështjeve të antarësimit, ndërsa summiti i dietëm u fokusua më shumë në progresin e malit zi dhe kryesisht në zbatimin e planit rritjes si një incentiv ekonomike për rajonin. E kuptoj. Dhe këtu duhet të ndalesh, sepse në fakt u bën disa takime që përmendet ky plan i rritjes edhe nga presidenti i Komisionit Evropian 6 miliardë euro. Nuk di Shqipëria në një farë mënyrë çfarë përfiton, kjo ndoshta është pyetja që bëjnë të gjithë ata që na ndjekin. Me të vërtet ka disbursime apo jo, dhe çfarë pjesë marrim dhe kur mund ta marrim në këtë planin e rritjes? Plani i rritjes është një plan 6 miliardë euro për të gjithë 6 vendet e rajonit për 3 vite. Kështu që duhet pjesëtuar për 6 për vendet dhe për 3 për vitet. Por ka dhe një kalkulim në varësi edhe të përmasave të shtetit. Shqipëria pritet të përfitojë 922 milion euro deri në fund të 2027-s, ku këto pagesa disbursohen çdo 6 muaj në varësi të përmbushjes të reformave apo kushteve të rënë dakord me Bashkimin Evropian në atë që quhet Agenda e Reformave, një dokument që ne kemi kaluar dhe në parlament. Në vitin e parë të zbatimit të tij, pra nga fundi i 2024-s dhe plotësisht 2025, ne kemi marrë 163 milion euro nga kjo paketë, por duhet të thënë që është më pak se gjysma se ç'ishte parashikuar pra në planin fillestar të disbursimeve. Për shkak të performancës me reformat me masat e ndërmarrë. Pra ne kishim në gjatë vitit, por viti s'ka mbaruar se ne duhet të raportojmë në dhjetor 2025 për masat dhe të shohim pastaj se sa përmbushim edhe sa marrim. Por ne kemi përmbushur gjysmën e masave që kishin parashikuar për këtë vit dhe kemi marrë pak më pak se gjysma që e alokuar. Nga këto 163 milion që janë disbursuar, që janë çliruar në fakt, vetëm 76 prej tyre janë në fakt disbursuar.
dhe janë kredi në buxhetin e shtetit. Ndërsa pjesa tjetër pritet të disbursohet dhe të kalojë te WBIF, korniza e investimeve të Ballkanit Perëndimor për të mbështetur projekte infrastrukturore në vend. E kuptoj. Por që nga ky plan i rritjes për 6 miliard deri në 2027, diçka më shumë se 900 milionë euro përfiton edhe Shqipëria. Do t'ju pjesë kemi hapur gjithë grup kapitujt, ndoshta me një ritëm shpejt, kështu zhvlerësuar edhe nga zyrtarët Bashkimit Evropian në 12 apo në 13 muaj. Tani çfarë faze është kjo? Çfarë ndodh në momentin që ne hapim gjithë grup kapitujt dhe mbi gjitha si përshtatet legjislacioni? Dhe kjo është shumë e rëndësishme, besoj që ndoshta jo gjithë ata që na ndjekin e kuptojnë. Pra çfarë faze jemi? Në një periudhë një vjeçare ne hapëm të gjithë grup kapitujt, pra hapëm negociatat për grup kapitujt. Në çfarë konsistojnë negociatat? Janë pikërisht kanimi i legjislacionit vendas, identifikimi i legjislacionit evropian që është i aplikueshëm në atë fushë, ballafaqimi i tyre dhe mbyllja e hendeqeve, qoftë në aspekt ligjor, qoftë në aspekt institucional apo të praktikave në ato fushë. Tani, me të mbyllur të gjithë grup kapitujt, që është e vërtet që është bërë me një hap të shpejt, por është bërë dhe me një shtys nga Bashkimi Evropian që nuk ka ndodhur më herët për vendet e tjera. Pasi për vendet e tjera, Serbinë dhe Maqedoninë në këtë rast që kanë nisur më herët negociatat se sa ne, ata kanë patur kushte paraprake për hapjen e grup kapitujve, ndërsa ne nuk kemi patur kushte, ne kemi patur një vendim politik për hapjen e grup kapitujve. Por u krye ai proces tashmë. Si tham, vitin tjetër pritet që në procesit të nisë me grup kapitullin e parë, që është më kryesori, pra themeloret dhe shtetit drejtës, ku përfshin çështjet e gjyqësorit, çështjet e krimit organizuar, prokurimet, statistikat e të tjera dhe çështjet ekonomike. Në këtë grup kapitull, Bashkimi Evropian ka vendosur disa kushte të ndërmjetme, pra në mes të rrugës, si të thuash, për të matur pulsin edhe një herë. Por pa kaluar këtë matje pulsi në mes të rrugës, nuk mund vijohet me grup kapitujt e tjerë, apo dhe me vetë ato grup kapitull më tutje. Kështu që ne syt do kemi në 2026, pra në këtë do jetë ngjarja e parë nëse Komisioni Evropian do jetë i kënaqur apo nëse shteti do ketë bërë mjaftueshëm mirë në përmbushjen e kushteve ndërmjetme në sa i përket gjyqësorit, antikorrupsionit, kundër krimit organizuar, çështjeve që lidhen me ekonominë dhe prokurimet publike që e kuptoj. Këtu besoj futet edhe Eksakt. Po këtu besoj futet edhe drejtësia pak a shumë që në një farë mënyrë po zihen situata këto ditë. Përtej kësaj, diçka do t'ju pyes, okej, në një kohë rekord, ndoshta edhe për vendim politik, siç e përmendët, hapja e grup kapitujve. Sa kohë, sa e rëndësishme është mbyllja e tyre dhe kur mund ta bëjë këtë Shqipëria ose të paktën kur mund të mbyll grup kapitullin e parë për shembull që e përmendët? Tani kjo është një pyetje që vërtet qoftë profesionistët, qoftë njohësit e kësaj fushë vështirë të këtë një përgjigje sepse është e paqartë se mbi ç'bazë tani po merren vendimet. Serbia ka marrë shumë kohë për të hapur e për të mbyllur. Malizi ka prej vitesh që negocion dhe arriti të mbyll 12 gjysej, 5 gjatë ditëve të kaluara, domethënë. Po. Kështu që hapi tashmë është shumë më i shpejtë. Detyrat mbeten të njëjta, asgjë s'ka ndryshuar. Detyrat janë të njëjta si tani që po hapen më shpejt, si para 10 viteve që s'hapej asnjë. Por tani ka edhe një vullnet politik për ta shtyrë më përpara. Ne presim, si tham, që të jetë pak sfidues në mbyllja e grup kapitujve. Ka disa grup kapitujve në cilët ne jemi goxha të përgatitur, si ka grup kapitulli i fundit që lidhet me politikën e jashtme. Ne jemi plotësisht e linjëzuar me politikën e jashtme e Bashkimit Evropian, kështu që ajo do jetë më e thjeshta për të mbyllur. Por ka të tjera në të cilat do ketë shumë ngërçe, do ketë shumë punë. Tani ka dhe një mekanizëm tjetër, si të thuash pak më lehtësues, që për disa kapituj për cilat vendi nuk është gati ti dalë në band, si të thuash, apo ti përmbush, mund kërkoj një fazë tranzicioni pas anëtarësimit në Bashkimin Evropian, që mund të jetë 5, 10, 15 vite, pra periudhë tranzicioni në cilën. Por që nuk pengon anëtarësimin, e kuptova. Nuk e pengon. Shteti shqiptar ka filluar të lajmëroj kundrejt Bashkimit Evropian dhe ka kërkuar pra lejen si thosh këto periudha tranzicioni prej 10-15 viteve në kapitujt që janë më sfidues, kryesisht edhe çështjet e agrikulturës, bujqësisë e të tjera.
E kuptoj. Daniel, diçka do të pyes, po shkojmë drejt fundit, po një lajm mirë besoj se mori Kosova, ose më thak dha presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, sepse që prej verës 2023-shit, për shkak situatave të ndryshme të qeverisë që shëndet në detyrë, pati sanksione mase nga Bashkimi Evropian, ato do të ishin të gjitha. Sa e rëndësishme është kjo, cili është përfitimi konkret? Mendoj se lajmi i mirë që meritonte edhe priste Kosova do ishte heqja e plotë të gjitha masave, pasi edhe nga vetë Bashkimi Evropian tani ka një dakordsi dhe një pranim që ato janë tashmë të panevojshme, janë jo konstruktive, ama janë peng tashmë i vendimarrjes së brendshme të Bashkimit Evropian. Pra, i vendosën me lehtësi, për tani pa kuptojnë që nuk mund t'i heqin me po aq lehtësi, sepse duhet përqimi të gjitha vendeve anëtare dhe aty pastaj kemi ndoshta edhe disa vende që janë plan prishse, si ndodh ndoshta gjithmonë në societën ndjetme. Kështu që Kosova, si thash, lajmi i mirë që do meritonte dhe që do i takonte do ishte heqja e plotë të gjitha masave kundrejt saj, dhe pastaj çka i takon edhe vetë Kosovës është edhe ngritja e institucioneve që të vijojë dhe të mos humb kohë me proceset integruese, kryesisht për edhe sa i përket edhe planit rritjes, ku rrezikon të humbë edhe parat, sepse vetë plani i rritjes ka një mekanizëm që nëse një shtet nuk lëvron parat, ato shpërndahen te shtetet e tjera. Kështu që këto duhet të ketë edhe punën e vet për të bërë. Mirë, Daniel, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi të ditë mbar dhe miru dëgjofshim. Faleminderit.